Përshëndetje. Sipas denoncimit dhe dokumentacionit të paraqitur gjatë këtij viti, Bashkia e Tiranës ka lëshuar një urdhër ekzekutimi për llogarinë bankare të qytetarit Gentian Lush Vukaj, duke kërkuar shlyerjen e detyrimeve tatimore. Qytetari deklaron se ka kryer pagesën e plotë të detyrimit sipas shumës së kërkuar nga Bashkia e Tiranës. Megjithatë, pavarësisht këtij likuidimi, e njëjta shumë është mbajtur edhe nëpërmjet bllokimit dhe ekzekutimit të fondeve në llogarinë e tij bankare, duke e detyruar praktikisht të paguajë 2 herë për të njëjtin detyrim. Pasi konstatoi këtë situatë, qytetari u drejtua bankës së nivelit të dytë, e cila e orientoi të ndiqte procedurat pranë Bashkisë Tiranës. Por edhe pas disa paraqitjeve në këtë institucion, ai theksoi se jo vetëm që problemi nuk është zgjidhur, por është përballur me mungesë korrektësie dhe arrogancë nga administrata. Ky është një rast që ngre pikpyetje serioze mbi mënyrën se si administrohen procedurat e mbledhjes së detyrimeve dhe mbi respektimin e të drejtave të qytetarëve. Partia Demokratike i kërkon Bashkisë së Tiranës të verifikojë menjëherë këtë rast, të sqarojë përgjegjësitë administrative që kanë sjellë këtë situatë dhe, nëse pretendimet e qytetarit rezultojnë të vërteta, të kryej pa asnjë vonesë rimbursimin e shumës së mbajtur padrejtësisht në bashkëpunim me institucionin bankar përkatës. Njëkohësisht, u bëjmë thirrje të gjitha enteve përgjegjëse të marrin masa që raste të tilla të mos përsëriten më. Bashkia e Tiranës duhet të jetë në shërbim të qytetarëve dhe bankat duhet të garantojnë siguri juridike për çdo veprim që prek pasurinë e klientëve. Faleminderit.